Ramazan nuk është për muajve të mëdhej, muajve të shejt, por është më i madh se sa muajt e shejt. Dhe është më i dashur te Allahu, sepse Allahu e përzgjedh këtë muaj dhe e mbushi me adhurime dhe me ibadete dhe me punë të hajrit. Në krye të tyre e zgjodhi këtë muaj me zbritur Kur'anin dhe brenda këtij muaji e zgjodhi natën e Kadrit. Pra Ramazani është ajka e 12 muajve, ndërsa nata e Kadrit është ajka e Ramazanit krejt. Pra ta është nata më e vlefshme e vitit, sigur se Ramazani muaj më i vlefshëm i vitit. E zbriti Allahu këtë Kur'an, e që ne me shkendijat e këtij Kur'ani, me mësimet e këtij Kur'ani, me urdhrat e këtij Kur'ani, ne vazhdojmë të jetojmë dhe të ruajmë dinin ton ashtu siç ka zbritur. E përzgjedhi këtë Ramazan për ne, që ne sa punojmë 11 muaj dhe ngritemi te Allahu, në anën tjetër më një muaj Ramazan ngritemi po aq sa jemi ngritur për 11 muaj, madje shumë herë edhe shumë ma shumë se sa jemi ngritur te Allahu për 11 muaj. La ilaha illallah. Andaj Ramazani është dhuratë e madhe e Allahut për robën e tij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم
ila jomi dini wa ba'd. E falenderojmë të madhin Allah të baraka wa ta'ala, qysh meriton lartë madhëria e tij, të lavdrohet, të madhrohet, të falenderohet. E gjithherë duke dëshmuar, duke pranuar, duke shqiptuar mëngësinë tonë, pa aftësinë tonë, që ta madhrojmë e ta lavdrojmë Zotin tonë, qysh ai meriton. Hamd dhe falënderim krijuesit tonë derisa ai të kënaqet me ne. Hamd dhe falënderim Zotit tonë edhe pasi që ai të kënaqet me ne. Hamd dhe falënderim Zotit tonë në dynja dhe në ahiret. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij shumë fisnike, shokëve të tij shumë të respektuar e të nderuar, të cilët bën çmos, e bën të pamundurën, nuk e kursyen as atomin e fundit të përpjekjeve të mundit të tyre, qoftë nga ana fizike, psiqike, shpirtërore, materiale dhe krejt çfarë kërkuan nga ta, vetëm e vetëm për ta përhapur fjalën e Allahut. Dhe ata ishin sebeb, shkak, që ky Islam dhe kjo dritë qiellore të zgjerohet, të përhapet për te gadishullit arabik. Dhe dal nga dal, edhe në përperandori të asaj kohë të atij zamani, duke i rrëzuar njërën pas tjetrës. Dhe dal nga dal, duke përhapur kjo dritë qiellore edhe në kontinentin ton të Evropës, edhe pjesë e atij vendi ku depërtoi drita qiellore, ishim edhe ne shqiptarët apo banorët e Ballkanit. Sa i mëshirshëm është Allahu Azza wa Jall. Sa i mëshirshëm është krijuesi jon ndaj krijesave të tij. Në këtë rast, sa i mëshirshëm ishte ai ndaj nesh, ndaj neve shqiptarëve dhe popujve tjerë të Ballkanit, ku na solli nurin dhe dritën qiellore. Dhe ajo dritë qiellore na i ndriçoi zemrat tona të parëve tonë. Edhe gati 6 shekuj tashmë bëhen, kur në këto vende nuk ka pushuar dot thënia la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Është vështirë ta gjesh ndonjë fshat, ndonjë cep të trojeve shqiptare në veçanti, ku nuk është falë namaz, ku nuk i është rënë Allahut në sejdë. Andaj, unë them në mënyrë figurative, toka jonë shqiptare ku do që i mshën shati, ne përdorëm në mjetat jeni shprehje në Kosovë, me hek dheun atë del fjala la ilaha illallah, që 600 vjetë. Ky popull është i brëmosur me fjalën la ilaha illallah, është i mishruar me fjalën la ilaha illallah. E a ka argument më të fortë që vërtetën këtë mishrim, këtë ngjizje mes këtij populli dhe fjalës së Allahut, se sa prezenca
e juve këtu, dhe se sa që ndresa prindërve t'ju edhe një pjesë që jeni këtu, të cilët e përjetuat një luftë të paparë kundër Islamit në veçanti, dhe atë gati për gjysmë shekulli. Ku fjala la ilaha illallah konsiderohej më e rëndë se me vrani njeri. Edhe këtë zaman në kanë përjetuar të partë tonë, të partë ju, vëllezërit tanë. E kjo është njëra prej fitneve të rënda, të cilat e ka përjetuar ky popull. E pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tërhequr vrejtjen. Na ka tërhequr vrejtjen se vjen një zaman ku në te ka fitnet më dha. Badiru bil amal, shpejtani me bo veprat mira, fitenen qable, para se me arë sprova fitne, ke këtë e lejli lë mëdhëlim, si kurse rësira të mëdha të natës, yusbihu fiha rëgjullu mu'minan fe yumsi kafira, o yumsi mu'minan fe yusbihu kafira. Jebiu dinahu bi aradin min ad-dunya. Mrana ditën rënërobi fen. Dhe e shet fen për një interes të shkur, të ngusht të dënjas, një prej 10 haditheve, që të regojnë se njerëzit të shku prej kiameti të përjetu fitnet më dha. Fitne. Ajo ishte një fitne jo e vogël ku nuk duam të flasim për te, sepse lëndohemi shpirtërisht, por duam ta kujtojmë vetëm për ta falenderu Zotin e madhruar, i cili na mjaftoi dhe na hoqje na largoi atë sprovtran dhe për krejt kombin, për krejt popullin, madje edhe për jo muslimant, për të gjithë. E sa të lirë, elhamdulillah, e madhrojmë Allahun Azza wa Jall. Pra, ka argument me të fort për mishrimin dhe ngjizjen e këtij populli me dinin islam, se sa qëndrëshmëria e tyre, gjitha të fortuna të një pas njëshme, komuniste, ateiste, kundër fjales e Allahut Azza wa Jall. Vëllezër dhe motra musliman, po t'i kishëm thamë dikujt në vitet e 80-ta, jo para 200 viteve, para pak viteve, e koha po fluturon po jetë shpejt. Po t'i kishëm thamë dikujt, apo dikujt, se së shpejti do të vije koha kur mbushen xhamijat, mbushen sallat, dhe se njerëzit të vëzohen dhe duan dinin dhe dalin e marrin të këbirën për rrugë, veshin motrat mbulesa tjere, të kishin akuzu për çmendori, edhe të kishin propozu me shku në Europsiatri, sepse ke lujt, nuk je mirë në kry. La ilaha illallah, i madhë këtë din, i madhë këtë din, dhe kjo është një argument se dini jonë është hak. Dini jonë të hallohet, por nuk putet. Dhe dini islam nuk është put asë njëherë prej se ka zbrit Ademi alayhi salam në tokë, i cili është njeriu i parë, i cili ka adhurua Allahun dhe ka thënë la ilaha illallah. Kur dini nuk është këputur, është holluar, por jo më këput. Është holluar shumë në kohën e Nuhit, e pastaj radhas e gjenerat pas gjenerate në kohën e Ibrahimit, atë shumë të hollu dini, sa që Ibrahimi i tha Sarës grusht vetë, dije se
nuk ka musliman në botë pas meje dhe pas teje. Andaj ke kujdes se ja morri një zullumçar atje në Egjipt. E këshilloj gruën e vetë, le të qëndron mos dorëzohet, po ja kujtoj se musliman tokë nuk ka. E njëherë pejgamberi, përpas ty në dyve, njëherë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam pas 1000 viteve, pas ja falen Yasin. Në fakt luftën e Bedrit, se Yasin është tjetër hadith, në luftën e Bedrit, prej lutjeve duave që i bëri, tha o Zot, nëse këta burra që janë këtu, vritën nesër beteja e Bedrit, nuk do të adhurohesh më në tokë. O dëpsu dini, që ata burra ishen, por Allah është i mëshirshëm. E ata nuk humbe për triumfuan dhe dini triumfoj dhe erdhi deri tek ne këtu. Të ndëruar vëllezër dhe motra, të ndëruar koleg, ndëruar Hoxha Ahmet dhe të tjerë vëllezër, Hoxha Bilal, sigurisht unë jam shumë i ndëruar që jam sot në prezencë të këtij tubimi apo para jush. Me kënaqësinë më të madhe kam pranuar ftesën, por nuk kam menduar se do të jetë ky kollabllok kaq i madh. Në këtë vend, në këtë tokë, e cila, siç thash më herët, është tokë islame. Në të thonë që ka të dojnë të tjerë, por realiteti është një. E thash këtë hyrje janë pëse s'ka të bëjmë me Ramazan, por nga njëherë fjalë vinë vetë nga vetë vetiju emocionalisht, nga emocionet që e kaplojnë njeriu, dalin fjalë, pa kontrol apo pa plan. Dhe nashë le dalin, si t'janë sinqerta e dalin për zemrës, le të dalin edhe pa protokoll, edhe pa paramendim. Zotën më e mirë është ajo që del për zemrës dhe dëpërton në zemër. Ai është më e mirë, atë e don Allahu më së shumti. E ne jemi mbledhur të buar shëtseku dhe moderatori për hir të këtij muaji të madh, i cili po na vije për t'ja kujtuar njëri tjetrit, duke filluar prej vetvetes gjithherë, sepse më i mirë është ai i cili e këshillon vetveten e vet së pari, para se mi këshillu të tjerët. Pra m'ja kujtua me këshillu vetveten, e pastaj m'ja kujtua dhe me këshillu të tjerët. Është një rikujtim, po edhe ndonjë këshill se kush po na vjen. Se çfarë muaji e që shpërdorën popull, çfarë musafiri i madh, pritet me na trokitë derën pas pak ditëve, nëse ne kemi ymër dhe jetë. Sa i vje, po ne a kemi jetë, a nuk kemi. Ramazani, o musliman, Ramazani, ajetet e cilat i lexuesi shkëlqyshëm e herët Allahu e shpërbleft, të cilat e zbrëte pejgamberit alayhi salatu wassalam, të dedikuara për Ramazan. Ramazani ka muaj me të bekuar, me të dashur, se sa Ramazani. Ka kohë me të shtrejt, me të çmuar, se sa Ramazani. Ku është ajo kohë? Cila? Asnjë muaj, anë pse Ramazani nuk është prej muajve të mëdhej. Ramazani nuk është prej muajve të mëdhej. Muajt e mëdhej janë Dhulqa'de, Dhulhijja, Muharram dhe muaji Rajab, i cili posa ka shkuar para Shabanit.
Ramazan nuk është për muajve të mëdhej, muajve të shejt, por është më i madh se sa muajt e shejt. Dhe është më i dashur te Allahu, sepse Allahu e përzgjedh këtë muaj. Dhe e mbushi me adhurime dhe me ibadete dhe me punë të hajrit. Në krye tyre e zgjodhi këtë muaj me zbritur Koranin. Dhe brenda këtij muaji e zgjodhi natën e Kadrit. Pra Ramazani është ajka e 12 muajve, ndërsa nata e Kadrit është ajka e Ramazanit krejt. Pra ta është nata më e vlefshme e vitit, sigur se Ramazani muaj më i vlefshëm i vitit. E zbriti Allahu këtë Kur'an, e që ne me shkendijat e këtij Kur'ani, me mësimet e këtij Kur'ani, me urdhrat e këtij Kur'ani, ne vazhdojmë të jetojmë dhe të ruajmë dinin ton ashtu siç ka zbritur. E zgjodhi Allahu këtë muaj dhe bëre agjerimin të farz, dhe bëre këtë agjerim shtyllë të Islamit, jo vetëm farz. Ne farz e kena plot, por nuk janë të gjitha shtyllat e Islamit. E bëre Ramazanin shtyllë të Islamit. Dhe premtoi për shumë fishim të sevapit në Ramazan. E ne falim edhe jashtë Ramazanit, lexojmë Kur'an edhe jashtë Ramazanit, japëm sadaka edhe jashtë Ramazanit, shtrojmë sofrat e bukës, sofrat bukës për darkë edhe jashtë Ramazanit. Buka është e njëjta, sofra është e njëjtë, edhe sadakaja mund të jetë e njëjtë, edhe sasia e leximit të Kur'anit mund të jetë e njëjtë, edhe rekatet e namazit mund të jenë të njëjta, por sevapi nuk është i njëjtë. Andaj i madhi Allah e përzgjedhi këtë Ramazan për ne, që ne sa punojmë 11 muaj dhe ngritemi te Allahu, në anën tjetër më 1 muaj Ramazan ngritemi po aq sa e ngritur për 11 muaj, madje shumë herë edhe shumë ma shumë se sa e ngritur te Allahu për 11 muaj. La ilaha illallah. Andaj Ramazani është dhuratë e madhe e Allahut për robën e tij. Sahi është ngarkesë, është barë, është përgjegjësi, është privim, ku të ndalën nga disa gjëra, zotën është edhe për kufizimit definicioni i agjerimit, por aty janë për ta spravuar robin, për ta testuar robin. Sa i në gjendje për Zotin tënd me bërë këtë dhe këtë dhe këtë, apo me lanë këtë dhe këtë dhe këtë. E Allahu nuk kanë zër për agjerimin tonë, por ne ka bërë legjitim që ne mund ngritë të Zoti jonë. E ne me Ramazan ngritemi shumë të Zoti jonë. Dhe nga një herë unë mendoj, me vetveten kujtohem, po mos na shtelan Zoti Ramazanin. Qa këshëm bon ne? Qka këshëm bon ne muslimat? Mund t'jetë përgjigja thjesht nuk këshëm azgjeru. Po ashtu është. Ashtu është. Dhe mund t'jetë përgjigje tjetër, po këshëm pas edhe ma leh, po edhe ashtu është. Po kjo është e vërtet, por është e në vërtet tjetër, se na kishte vështërsu rruga shumë për xhenet. Na kishte vështërsu rruga shumë për xhenet. E Allahu don që neve me na lecu rrugën për xhenet. Për ata agjerimi nuk ka diçka që i vije përballë.
Madje Allahu për te ka thonë dhe vetëm për te, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ky është për mua, agjërimi për mua. Pra, kjo u drejtohet me laçeve, të cilat i shënojnë sevapet për secilin amel vepër që e bën robi. Një gotuj nëse jep dikuj, e drejton o dhe zën diken, në selam jep dikuj, një pengjes e largon për rrugë, e kështu me radhë shënohet një sevap. Po sa është ai sevap? Me laçe të shënojnë. Po për Ramazan, për agjerim, me laçet nuk kanë qasje, nuk kanë punë. Allahu thot kjo është për mu. Kjo është për mu. Wa ana ajzi bihi, dhe unë e shpërblej. Unë e shpërblej. E ne si musliman, për i shpresave tona, dhe këtë do të mja mbijel edhe vladve, mja kujtu njani tjetrit, sepse qëllëm shilësyt, vijet ditja kiametit. Qëllëm shilësyt, vijet ditja kiametit, dhe një dalëm para Allahut. La ilaha illallah, na vije kiameti, me që me dalë para Zotit. Prej shpresave të mëdha, që kena na musliman të është që ke agjerim. Dhe robi do t'i bëjt disa matematika, disa llogarime, trunin e vetë, me imanin e vetë. Me thonë, o Zoti jam. Për shambull, pejgamberi ka thonë për gra, masi një numër i madhe në këtu prezent gra. Ajo grua e cila, mën sallet khamsaha, që i falë 5 kohë namaz, wa samet shahraha, e hajrën Ramazanin, wa atat zawjaha, e ndëgjën burrin, wa hafidhat farjaha, e ruan moralin, 4. Qila laha dkhuli al-janna min ay abwab ath-thamaniyati shi'ti. I thuhet asaj ditën e kiametit, futu, hyn në xhenet nga cila derë duash prej 8 dyrëve të xhenetit. Andaj, motra do të më ndalë më kujtu. Me thonë, unë, a pe fali 5 kohët namaz, po, o Zot, elhamdulillah. Po, nuk dua të dënohem për namaz. Tanja, ma ka pranua Allahu, ajo është çështje e tij. Por ne nga ana jo namazë nuk duhet ta diskutojmë. As të vijen shprehje me bë kompromis me dikën. O samet shahraha, e agjerën Ramazanin. Thot edhe këto, mirë i kom punë. E ndëgjën burrin. Thot po, sepse Allah më ka obligua. Sepse Allah më ka obligu, është urdhër i Zotit. E ruan derin moralin. I thuhet asaj fotën xhenet, e xheneti ka 8 dyrë, nga cila derë e xhenetit i duash zgjallë. Pra robi dhe mendu. Andaj, njëra për çështjeve që kapemi shumë, dhe shpresojmë të i madhi Zot është kjo agjerim. është kjo në Ramazan, me të cilin Allahu ka të shumë në ka ndëruar. E pastaj pjesë e saj në natë e kadrit, për të cilin Allahu ka thonë lejletul kadri khairun min 1000 shahr. Është më e mirë. Se sa 1000 muaj. E pse tha këta? Apo pse zbriti Allahu këtë sure, e që të gjithë bese e këni ndëgjuar, por në thamë fillim ja kujtu njani tjetrit, sepse sahabët, kur pejgamberi alayhi salam ju flist atyne se kanë qenë burrat për para, kanë jetu ka që kanë bëj ibadete, adhurim ibadete, po nanën tjetër tha, mesatarja e jetës e ymetit tim është 60 deri në 70, falë Zoti.
Ata që jetojnë mi 70 janë të pakt. Dhe aty në ju duk shumë pak. Me adhuru Zotin e ju me bo para me mbledh këtë dynja, me nëzat djanë se në zemë, por me bo diçka për ahiret, sepse atje është për herë, e këto është për kosisht. Dhe ata thanë, subhanallah, nëse kemi atë fa që pas kanë pas ata të vjetërët të parëshmit, ata pas kanë pas punë të më mirë, sepse kanë adhuru Allahun 100 vite, e kanë adhuru Allahun 200 vite, e kanë adhuru Allahun 300 vite, e kanë adhuru Allahun 400 vite, kështu me radhë. E Allahu u azbriti këtë surët al-Qadr. Dhe Allahu i përgëzej musliman se ju e keni një natë, ku ajo është më mirë se 1.000 muaj, e 1.000 muaj bie përmi 8 dekada. Një natë. Po nësë herë 50 në të kadrit, 50 Ramazana, apo 60 Ramazana herë 60 në të kadrit. Sa më rërobi se vape. O musliman, krenënu me këtë din. E krenaria me din është ibadet i madh. është ibadet i madh. Krenëhu me din, sepse është pasuria më e madhe, më e shtrejt, dhurata më e madhe, begatia më e madhe, e të madhe të Allah ndaj robit i tina. Krenëhu me din. Falendero Zotin për këtë din. Dhe Allah i madhruar nëse ti ka marrë shumë të mira tjera, por ta ka dha dinin, dije se Allahu të ka dhanë shumë. Shumë të ka dhanë Allahu. Ama kjo shkon edhe me iman. Do të me ndije këtë në shpirt. E njerëzit për imanit dëpt ankohen. Njerëzit për imanit dëpt nëse ja merë Allahun një nimet, një dhënti që ja u ka dhanë, e shprehin atë ankesën e ty në runë në zët dhe gati dëshprohen. E dëshprimin dhe rahmetit Allahut është kufër. Apo mund të shpia robin kufër. E harran se pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi wasallam, se për këtë dynjas, men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi bedenihi, lehu quta yawmihi, fa ka'annama hizat lehu dunya bi hawafiriha. Ai që gdhihet të zgjohet me ngjaz, i shëndosh në trupin e vet si dhama skond. Pragin e derës se ka të sigurt nuk ka bela, me asken nuk ka bela, s'ka frikë. E këto është rëndësia sigurisë e shtetit, dhe ka për qatë ditë me hangër e me pi, atina se mi avon Zotit mirat e dynja dhe që ka kanë te. Ata bin Abi Rabah, e fjallën, ngre fjallën, ka qenë me ngjyrë sklav rob i Afrikës. Një sklav, një rob e një gruaje me kase, i cila ajo bo muslimane, po dhe kjo bo muslimane. I shëmtuar sa të dush. Me njërin sy nuk ka pa mirë. Njërin dorë ka pas paralizuar gati. Ka qalu duke hecur. Kanë thani ka pas 6 meta në trupin e tina. Plus sklavë rob. E lira i gruja, zoja shpi. Ama, meti kishte. Ishte në Mekë, në Qabe, gjenerata 2 për i tabienve. Dhe, ja diti Zotit shqyqyrin që i ka metë. E ka dinin. E u kap fort për dini. E u kap fort për ilmi. Dhe ban për i tabienve më të njohur
Sa që Hanifja ka thonë për te, nuk kam pa njeri më të di shumë se sa Ata bin Abi Rabah. Dhe kur ka marrë prej Damask, ka qenë kalifatin Damask, kur ka arë mrejti prej Damaskit me bo haxhin, kë ishtë skllav me ngjyrë, me një sy, dorën e paralizun, qënë malën e farë, lypsin e farë. Por mreti tha në haxh, nuk ka kush me dhanë fetva, sa të është ataja këto. Dinin e me t'i madhë. Dinin e me t'i madhë. E pjesë e këti një me t'i madhë është kjo Ramazan që pa na vjen. Andaj pa dashur me zgjatë, mja kujtu vetë vetës edhe juve, se Ramazani është dhurat e madhe e Zotit. Andaj dohet mundohemi në maksimum ta para përgatisim vetë vetën tonë psiqikisht e shpirtërisht. Që ta presim këtë muaj sa më mirë. Dhe mos të kalon ky muaj sikur se ky muaj që jemi tani dhe sikur se ai para ti dhe sikur se Ramazani i kaluar dhe kështu me radhë. Sepse njerëzit në Ramazan dallojnë. Është të vërtet që ka njeri, vjen Ramazani e zan, asgjë nuk ndryshon. Madje ka njeri cili veç kanë të poshtë. Ka njeri cili agjiron Ramazan, borxhin e kryen, por nuk ngritet të Zoti as pak. Sepse ka bërë Ramazanin tradit. Ose, e din që jo borx, por zerë është për kushtimi i tij ndaj Ramazanit. Ai ka një dert, qysh me kry Ramazanin, e mjë qas prap dënjas edhe një herë, qysh ka qenë për Ramazanit. E që në vërën Ramazanin barë rand, a me agjeran, kë qa përfitej për Ramazanit? Qa përfitej për Ramazanit? Po ka të tjerë të cilët përpichen dhe ta në rrugë të mirë, e shpresojmë të jenë për i tyne, s'pako, e ka të atil të cilët këtë vijë Ramazani, ata veç jenë lartë. Ata veç jenë lartë. Sepse janë gjithmonë lartë. Por me gjithatë në Ramazan griten edhe ma lartë. Ramazani është rast i shkelqy shumë robi me përtrije beslidhin e ti me Allahun. Me përtri besën Zotit. Minet gati namazit, Koranit, dhikrit, mu pëndu të Allahu për gjënaha që i kena bërë, mu afru njani me tjetrin, e ne shqiptar të kemi një të metë, ne thime andaj një behane, nuk e dhja përdën ju shprejhen behane këndej, ne përdorëma që behane thëjnë e metë. Çdo dy të shqiptare gjenë nuk flet me diken, është të leqet. Vjen Ramazani, Bajrami, dhe i me vlla, me migja, me teza, me halla, me shaka, me kolega, me dikën nuk flet. A ja vlen kje punë me ardhë Ramazani, me shku Ramazani edhe ti nuk flet me vlla, me motër? A ja vlen ti me shku në niftar dikon e me thirë niftar dikën, e vlla dhe motra jote nuk ta hajnë bukën ty? A mendon ti se i ki punë të mirë të Zotit? Mendon? Për deri sa ta fërmit të tu që Allahu me Koran ka obliguar edhe jashtë Ramazanit, e mos flasë në Ramazan ku jena në kulminacion të përkushtimit ndaj të madhet Zot, mos me tarë dhe afërmi hët nga njeri një barko, mos mja qelë derën do të një tutë Allahu, të musliman, mos bëhem e rëbë të nefësit, mos të ngadhjemi nefësin, por ta luftojmë nefësin. E nefësin nuk luftohet për ullë, shtrëdhe, hidhe, për hatër të Allahut. Për hatër të Allahut. Sikur se nefësin për buke për ushqim, në e lyp shumë, por e kimi lidhë fort, dhe nuk e lojnë trunin dy herë më kujtu.
nuk ke për të ngrënë për të pirë deri në iftar edhe harroje, edhe e harron truni. Edhe e harron. Nuk të bën presion më. Sepse e ke luftu nefsin tënë dhe e ke bind se nuk ke për të hëngrë as për të pirë deri në iftar. Kjo është luftë e nefsit. Kjo është gjihad e nefsit. Po kështu lufton nefsin edhe për të tjerë. Thuj ki me i folë vllaut edhe nësa e nuk flet. Ki me shku të motra të vllaut nëse qëtë për i dere. Ki me shku. Dhe kështu më radhë. Elhamdulillah për të madhe të Allah për këtë din, për këtë Ramazan. Elhamdulillah për të madhe të Allah për të mirat e timit të cilat ai neve na kanë dëruar. Sigurisht se muhabeti, biseda e këshilla të Ramazan nuk përfundoj. E ne nuk mund të themi krejt atë që duhet të thuhet, apo që ka për të thamë. Nuk mund të themi në një këshill, në një ligjërat, apo në një... Sigur se është kjo këshill, ma shumë se sa që është ndonjë një ligjërat apo simpozion. Por thjesht le të jetë një këshill e vogël, dhe një takim vëllazëror për hatër të Allahut, edhe për hatër e respekt për këtë muaj të madh i cili po na vjen. Për mi shpreh Allahut ton, dashurinë ton që kemi ndaj tij, e nga dëshmërinë ton me i çu farzët e Zotit në vend. E me thonë Zotit ton, o Zoti jon, ti neve na solle fen këtë vend. Ku këtu nuk ka pas din. Dhe këtë dini ka pengu shumë kanë këtu me dhe pasi ka ardhur. Dhe halaj pengon shumë. Shumë i pengon këtë din. Për kundër feve tjera që nuk e pengojnë asken. Veç dinion i pengon të tjerë. Ma dje dinion për pengon krejt dy janë, jemi të e pani. Por, ke që kanë. Krejt ke që kanë. Ke që kanë. Edhe pse në shumicë. Në thamë kohët Ibrahimit a.s. Krejt dynjaja i doli Ibrahimit këndra. Krejt. Ibrahimi vetëm. Dhe tha ketë që keni. Ketë që keni. Ketë që keni. Me babe, me mrete, me krejt dynjaja. Që kam i bojë që jeni shumicë. Por pse jeni shumicë dhe përna ketë që kuptëni, na fajsykim. Por e vërteta është të kja. Dini vërteta që kë. Dhe është një din. Allahu na ka përzgjedhur. Dhe ne kemi pranu dhe përqafu. Dhe jemi shumë krenar për përsëris. Dhe kjo është krenaria jonë më e madhe. Dhe këte e potencojmë dhe duhet ta potencojmë. Edhe nëse na shajnë, edhe nëse na etiketojnë, e le të thonë çka të donë të tjerë. Krenaria jonë më e madhe është që jena musliman. Që themi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe se dini hak është dini islam. Tjetër din hak vërtet nuk ka. Inna dina indallahi el-islam. është kjo islam. Të cilën Allahu në rujti neve, e në sollën këtë vend, dhe në rujti dhe është duke në ruajtur. Ama kërkon për neve të punojmë. Dhe kele tjetë fjalia dhe përësia fundit. Allahu në ka rujt për në ka silë deri këtë vend, në këtë kohë. Dhe tina është, dhe në jem tine, feja është e ti, zdo gja është e tina, por a i kome në pytë ditë gjykimit. Edhe neve, edhe juve, edhe të gjithve. Qka bëtë për këtë fejë? Sa e dash këtë fejë? Sa e respektuat këtë fejë? Sa ja ditë kimetën dhe vlerën kësaj feje? Sa këtë interesuar që mesajet, vlerat e kësaj feje mja përcjellë dhe të tjerëve, e me nëzirë njerëzit nga errësira ndritë. Allahu na bë për atyre që përhapin hajrë ku do që shkojnë. Allahu na mundësof me prit Ramazanin, e mja dhanë hakin Ramazanit, ja Rabbel Alemin. Allahun e madhruar e lusim me këtë emrat e tina, dhe cilësit e ti, që kjo Ramazan, tjetë Ramazanit e cilin ne përkushtohemi në tema shumë se sa Ramazanit e tjera. E që për Ramazanit të dalemi të pastër për gjënohëve, se që na ka lindur nana tona. Allahun e madhruar e lusim që ta bashkan këtë millet e këtë ymmet,
e ta ruan këtë popull nga çdo kurthë dhe çdo intrigë e jashtme dhe brendshme. Allah në madhruar e lusëm që ta ruaj islamin kudo që është, e pjesë e sajna edhe në vendet tona, ja Rabbel Alimin. Allah në e bashkoj zemrat tona neve si musliman, e në bëf që t'jem të fort e unik, e të punojmë për dinin tonë, për vatanin tonë, për popullin tonë, po edhe për të tjerët në përgjithësi. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ju shpërbleft, e ju nderoft, e ju gradoft, e të gjithëve në xhenet ju qoft, ja Rabbil Alamin. Allahu u aruaj të mirat që a ka dhënë, u ashtoft të mirat e tij, e të mirat Allahut nuk kanë fund, e mira më e madhe, qoftë futja ju dhe ju një në xhenet, ja Rabbil Alamin, bi gajri hisabin, wala iqabin, pa llogari e pa dënim. Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Faleminderit shumë për durim, për sabër, Zoti qoftë në juve, ju bekoft. Faleminderit Hoxha Feni, Allah shpërbleft të nderoft. Faleminderit shumë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.